Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka dorëzuar nismë në kuvend, me të cilën kërkon që pagat e funksionarëve të llogariten mbi bazën e pagës minimale, në vend të asaj mesatare, si dhe uljen e koeficienteve për 40%. Përveç kësaj, sindikatat kërkojnë rritje urgjente të pagës minimale në 600 euro. Kryeministri thotë se ata nuk e refuzojnë rritjen e pagave në administrat, por ka një propozim tjetër. Sa një što predlagam. Ovo izbir da se zgolemi za dopunitelni 8%. I to ќе даде резултат X парички. Следната година во март да предпоставиме дека повторно зголемувањето на минималната плата ќе биде 1500 денари. Моите X парички ќе ги зголемиме за 1500 денари и таа сума ќе зголемиме за дополнителни 8%, ќе добиеме Y парички. Третата година во 2028 март да предпоставиме дека повторно минималната плата ќе се зголеми за 1500 денари, овие Y парички ќе ги зголемиме за 1500 денари и тој збир ќе го зголемиме за конечни трети поред 8% ќе добиеме Z парички. Овие Z парички се минимум 40% повеќе од оние 30.000 од кои што сега сме почнали. Nga ana tjetër, nga oda e zejtarëve sot deklaruan se druajnë se rritja e pagës minimale do të çojë në largime të punonjësve, të mbyllje të dyqaneve të tyre. Me rritjen e pagës minimale menjëherë do të përballemi me probleme, sepse ditën tjetër zejtari do të duhet të rrisë shërbimet e tij, do të duhet të rrisë produkte që do t'i ofrojnë në treg, e kjo do të jetë goditje për qytetarët. Me rritjen e pagës minimale, zejtarët do të ndjejnë pamundësi për të paguar kontributet dhe do të përballen me probleme të mëdha dhe mbyllje të bizneseve të tyre. LSM ka paralajmëruar se të martën do të bllokojë kuvendin, me arsyetimin se deputetët nuk e kanë votuar ligjin për rritjen e pagës minimale. Pas të njëjtës, do të bllokojnë odën ekonomike, ndërsa më 17 shkurt do të bllokojnë qeverinë.